Ariana dhe Sidi janë dy nëna vajza që i përkasin komunitetit rom dhe egjiptian në Shqipëri. Parfëria i ka detyruar që të braktisin shkollën në moshë të vogël e të zgjidhin martesën. Ato jetojnë në Korçë, në një zonë të braktisur ku gjenden rreth 20 familje. Ariana është një vajzë çapkëne që gjithnjë e ka dashur shkollën. Ajo pohon se u martua për të shpëtuar varfërisë, por tani ka rënë në graskën e saj së bashku me djalin e vogël, të cilën nuk mund ta çojë as në çerdhe. 17. Kur u fejove, kur u dashurove me mua? 13 e mora. Kur e kinde djalin? Jeri nda në moshën 16. Sidi është nënë e një vajze 2 vjeçë e gjysmë, asaj duhet të jetojë në një hapësirë të vogël së bashku me njerëzit e bashortit dhe fëmijën e saj. Kur e martuar? Në moshën 14. Të dyja vajzat, të cilat janë kunata, tregojnë se po të ishin në shkollë, e po të kishin mundësi të tjera ekonomike, nuk do të ishin martuar aq herët. Ti ke qenë në shkollë? Po, Deri në çfarë klasë? dhe në klasë të 6. Po pastaj? Pastaj e lash, nuk e vazhdova më. Se u martova dhe e lash. S'kisha ta di që një dhe në shkollën, s'kishim as roba, librat nuk i mirnim dot. S'kishim. Kishe qef të vazhdoj? Kisha qef, po s'kishim kushtet. Në shkollë kam qenë. Deri në çfarë moshë? Deri 13 vjeç. Po pastaj pse e lë? E lash se e kisha lënë shkollën kur u martova. Pse s'kisha kushte në prindrit ta vazhdonja. E lash. Po me çfarë jetone? Me një asistencë. Me një përkraj asistencë. Një dek? Po 20.000 lekë asistencë marri. Që na delë. Na të lajmë drita, të ujnë, apo të ushjemi. Ne pa drita jemi, na i kanë prerë. Korrenti na. Të ngrana qarë, jemi 6 veta në shpë. Buri ku punon, ku s'punon, kur i del. Ti gjatë ditës çfarë bën? Ke mundsi pune këtu? Ja. Vetëm punët e shtëpisë, çupën, në punë asnjëherë. Kushte s'kemi aq sa duhet të rritim fëmijë. Ti jeton bashkë me djalin dhe vjerën? Po. Në një dhomë? Në një dhomë. Në një dhomë sa veta jeni? Jemi 6 veta. Tani është vonë, familja nuk ka mundësi t'i ndihmojë. Nëse ato do të kishin pasur mundësi e zgjedhje të tjera, fati i tyre do të kishte qenë ndryshe. Se po të kesh punën, po të ndikësh shkollën, të kesh të ardhmen, nuk martohesh kaq shpejt. Kurse ne s'kemi asgjë dhe martohemi. Unë jam më pishman, se më vjen keq. Vuajmë ne të vuaj dhe ai themi jo. Atë kemë. Nuk regjistroni do? Për me çfarë ta regjistroj, unë s'kam. Ta ushqej apo të paguaj kopshin, t'i blej ropka, t'i blej ushqim, çfarë t'i bëj? Për gocën çfarë mendon? Që mendoj të ketë një të ardhme më të mirë, mos ketë këto që po vuaj unë, po kalalekun, të ketë një të ardhme më të mirë. Do që ta martosh kaq shpejt? Ja, Si e mendon për vajzën? unë s'dua, si ta shi po e provoj.